A do të kemi rritje pensionesh në 2025-ën? Ekspertët ekonomistë japin informacionet e fundit. Pensionistët presin me shpresë rritjet pensioneve në vitin 2025. Ekspertët e ekonomistë shprehen skeptik për një përmirësim të menjëhershëm. Reforma e premtuar për skemën e pensioneve ka mbetur pezull, ndërkohë që në buxhetin e miratuar nuk është parashikuar asnjë fond për indeksim. Ekspertë si Kujtim Hoxha dhe Teuta Nunaj paralajmërojnë se skema aktuale është në krizë të thellë dhe kërkon rishikim të menjëhershëm, ndërsa institucionet ndërkombëtare si Banka Botërore dhe FMN kanë theksuar nevojën për ndryshime thelbësore. Qeveria pritet të japë një bilanc në shtator, por pa një strategji të qartë, ardhmja e pensioneve mbetet e pasigurt. Zoti Hoxha thotë se reforma e pensioneve, e cila ka filluar një vit më parë, ka ngelur pezull. Ja dhe detaje. Ai deklaroi se në vitin 2025 në buxhetin e shtetit nuk është parashikuar asnjë lek për indeksimin e pensioneve. Hoxha ka thënë se Banka Botërore dhe FMN i ka dhënë sinjal qeverisë se skema e sigurimeve shoqërore duhet të ndryshojë dhe se statistika tregojnë se kjo skemë është krejtësisht e rënuar kështu siç është, por nëse teknikët duhet të shprehin mendimin e tyre se si do të dalin nga kjo gjendje. Reforma e pensioneve ka filluar një vit më parë dhe duke pasur parasysh problematikat gjatë rrugës, por edhe fushatën zgjedhore që ka filluar më herët se parashikimet ligjore, është pararsyeshme nga qeveria aktualisht nuk kemi asnjë informacion se çfarë u bë me pensionet. Kryeministri tha se në 1 tetor do të nisë reforma e pensioneve, gjë që nuk ndodhi, se për një ligj do 3-4 muaj për të hartuar, por në afatin kohor është i pamundur të realizohet. Edhe ndërkombëtarët, Banka Botërore dhe FMN i kanë dhënë sinjal qeverisë se skema e sigurimeve shoqërore duhet të ndryshojë. Këto sinjale kontestoheshin her pas here edhe nga grupet e interesit për ato rezultat që do të arrijej. Banka Botërore troqi vëmendjen për numrin e punonjësve që punojnë në të zezë dhe sipas Instat punonin 1.3 milion njerëz, por derdhin kontribute 800.000 dhe ju kërkuaj qeverisit marrë masa që të rriten kontributet. Të punësuarit në sektorin privat nuk derdhin kontribute mbi pagën reale, por mbi pagën minimale. Në këtë fazë dha ideja që pensioni social të jepet në raport me vitet që kanë. Një qytetar që sot nuk merr pension social për shkak se nuk ka plotësuar 15 vjet dhe as moshën 70 vjeç, parashikohet me sa vite që ka 3-4 vjet të trajtohet në këto raporte. Kjo bën shumë shqetësuese skemën e sigurimeve shoqërore. Duhen pasur parasysh që ligjvënësit shpall objektivat se pse bëhet, se ligjin e kemi, çfarë do të bëhet. Do të jetë thjesht për të përmirësuar situatën financiare të buxhetit të shtetit. Të ardhurat e qytetarëve, kjo është më e rëndësishme. Statistikat tregojnë se kjo skemë është krejtësisht e rënuar kështu siç është, por teknikët duhet të shprehin mendimin e tyre dhe se si do të dalin nga kjo gjendje. Unë shoh se edhe aktorët politik në fushat shpallën objektivat e tyre. Askush nga këto dy parti që janë sot, ose njëra që ka shumicën në parlament, nuk ka shprehur interes për interesin e qytetarëve. Nuk do të ketë rritje deri në vitin 2030. Në vitin 2025, që jemi si vjet në buxhetin e shtetit të miratuar nga parlamenti, nuk është parashikuar asnjë lek për indeksim dhe mund të bëhet se gjithmonë në shtator qeveria bën bilancin. Gjyqtar dhe kryetar bashkie nuk gjejnë dot dokumentin para vitit 2011. Heqja e tavanit duhet të bëhet, por për momentin që do të krijoheshin kushtet për të standardizuar kushtet dhe kontributet sipas individëve. Është e padrejtë që një ushtarak merr pension 650 euro dhe një minator 230. Nga ana tjetër, Teuta Nunaj thotë se është folur gjatë për skemën e pensioneve dhe theksi është vendosur tek rishikimi i skemës për të bërë një reformë që do të zgjidhte ato probleme që janë ekzistuese. Ajo deklaroi se në atë që është thënë në diskursin publik nuk është folur për ndryshimin e skemës, por për një mori problematika është të pazgjidhura nga reforma e 2014. Sipas saj, thelbi nuk do të jetë ndryshimi i skemës, por zgjidhja e problemeve aktuale që ka skema. Pritet që në fund të dhjetorit të kishte një raport nga institucionet shqiptare dhe Banka Botërore për t'i bërë skanerin situatës së skemës së pensioneve. Duhet të identifikohet se cila është gjendja dhe problemet
dhe për të realizuar një reformë të re që parashikon zgjidhjen e problemeve dhe ndihmes për të përballur kërkesat në rritje. Numri i pensionistëve çdo vit vjen duke u rritur, por është një numër që përballohet shumë pak nga kontributet shoqërore. Thelbi nuk do të jetë ndryshimi i skemës, por zgjidhja e problemeve aktuale që ka skema. Me ndryshimin e skemës, në vitin 2014 është hequr pensioni maksimal, por shihet numri i viteve dhe vlera kontribuitive, pasi më parë merrej paga më e lartë e 3 viteve në 10 vitet e fundit. Aktualisht, gjithë ata individ, burra apo gra që kanë mbushur moshën por nuk kanë përmbushur 15 vite kontribute dalin me pension social. Kur të marrësh pension social, mund të marrësh një vlerë plus, në varësi të viteve kontributive. Heqja e tavanit që ka qenë lajm shumë pozitiv në skemën e pensioneve, tha ajo.